Kryeministri Edi Rama ka reaguar për herë të parë pasi gjykata kushtetuese ka rrëzuar vendimin e qeverisë për shkarkimin e kryebashkiakut të Tiranës Erjon Veliajt. Vendimi që kryeministri Edi Rama e lexon si një provë që ai nuk ka kapur të gjithë pushtetet, duke u përgjigjur në rrjeshta dhe akuzës së opozitës për kapjen e drejtësisë. Shefi i qeverisë thotë se nëse kushtetuesja ka vlerësuar se kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj nuk mund të largohet verse me zgjedhje, atëherë sipas tij mbajtja e tij në qeli nuk është thjesht në dëm të lirive dhe të drejtave të Veliajt, por edhe në dëm të popullit të Tiranës. Në argumentimin e tij në pikën 3, Rama shkruan se tashmë është në dorë të kushtetueses që të gjejë një zgjidhje për ngërçin ku është futur Tirana. Sipas Ramës, çdo njeri normal që nuk shet të qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë nuk ka si të mos presë që të gjykohet paraburgimi Veliajt. Kushtetuesja ta kthej atë në detyrë. Çdo njeri normal që nuk e shet tek qëndrimi i kushtetueses një qëndrim të verbër kundër qeverisë në dëm të madh të Tiranës, por një qëndrim të vendosur parimor, nuk ka se si të mos presë që të njëjtën parimësi mund të gjykojë paraburgimin e tij. Kushtetuesja duhet të kthejë Erjon Veliaj në detyrë për të vijuar procesi gjyqësor në gjendje të lirë, thekson Rama. Ndërkohë, një ditë më parë, gjykata kushtetuese ka vendosur që të mos shkarkojë nga detyra si kryebashkiak i Tiranës Erjon Veliaj, i cili ndodhet në qeli prej 10 shkurtit. Ata u ndan 5-3 në favor të kryebashkiakut. Po ashtu në kryeqytet nuk do të zhvillohen zgjedhje, duke bërë që edhe dekreti i presidentit Bajram Begaj të pavlefshëm. Veliaj akuzohet për 9 raste për korrupsion pasiv, gjithashtu akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie, shpërdorim detyre si dhe futje sendeve të palishme në burg.